Shqipëria është një nga vendet ku numri i përdoruesve të drogës mbetet ende në nivele të larta. Në raportin e fundit bërë nga Instituti i Shëndetit Publik për vitin 2014-2015, kemi një rritje të konsiderueshme të numrit të përdoruesve të drogës. Në krahasim me një vit më parë kur numri i përdoruesve arrinte në 5%, në raportin e vitit 2014-2015, kemi 15% të popullsisë shqiptare përdoruese drogash. Në sajt të dhënave 200 shqiptarë kanë eksperimentuar me kanabisin, ndërsa 20.000 të tjerë kanë provuar kokainën. Shqipëria një farë mënyrë reflekton pozicionin e vetë socioekonomik, tendencat urbane dhe shoqërinë e hapur. Duhet merrem më shumë me kanabisin, duhet merrem më shumë edhe me kokainën, ndërkohë që nuk do të harrojmë që heroina ngjelet një problem serioz popullatës shqiptare me një fuqi të madhe adiktive dhe me dëmtim shumë të rrezikshëm për shëndetin. Një pjesë e madhe e të investuarve thonë që nga njëra anë u është ofruar drogë dhe nga ana tjetër mund gjendet lehtësisht drogë. Nga ana tjetër edhe reparti i toksikologjisë ka një shtim të rasteve që marrin shërbimin ambulant. Rastet e overdozës shkojnë deri në 250 në vit, nga të cilët 10 humbasin jetën. Sidomos atake paniku, krizat depresive, psikohalucinacione dhe çështje tjera që janë mjaft të vështira për të kuruar. Për sa i përket numrit të shtruarve në klinikën tonë, ne kemi mbetur në shifra stabil rreth 390-400 shtruar në vit, por mbi këtë shifër ne llogaritim 4 fish më shumë që vinë në urgjencë, që trajtohen, marrin terapi ambulatore dhe këto shifra natyrisht tregojnë që situata nuk është aq roz si duhet të pranonim dhe të themi. Rastet më të shpeshta të përdoruesve të drogës janë meshkuj nga mosha 18 deri në 35 vjeç.